Në qoftë se PD-ja kishte edhe problemin e primarëve që e përmendën që nuk u kuptua mirë se si u aplikua. PS-ja ka edhe këto kritere që ndonjëherë duken absurde. Domethënë, përgjithsisht që duhet të ekzistojë teorikisht që kur një deputet rikonfirmohet, duhet shikuar ky sa aktiv ka qenë parlament. Projekt ligjet paraqitura, amendime, domethënë puna e tij që është diskutime, gjëra të tjera. Pra, duket sikur kjo nuk është marrë parasysh. Jo, nuk ka hyrë njëri tek ajo. Dhe nuk ka hyrë njëri tek performanca. Domethënë, po ti je në një kompani private, në fund vitit të thret drejtori edhe thotë kjo është performanca jote gjatë vitit. Për shembull, emrat e të dy grupeve, e të dy palëve, nëse i lexon për shembull nga, po them kot 20 emra, nuk e di sa mund të ketë, 2, 4. 30 emra që ka Partia Socialiste që nuk do jenë më deputet, nga këta vetëm 3-4 emra janë që janë emra të njohur për shkak të angazhimit të tyre në kuvend. Të tjerët kanë votuar, kanë marrë pagën dhe kaq, nuk është se janë emra që kanë lënë gjurmë në veprimtarinë parlamentare. Dakor, po kjo performancë nuk është bërë, ose të paktën nuk është shpallur si kriter i dukshëm. Dhe një tjetër që është akoma dhe më absurd është sui generis, fakti që unë të kufizoj me një mandat.